E dikush thot, e çka me bëna o gjë për ata muslimanët se s'kena mundësi kur gjami një mua. E pak ta me kajt për ato. E pak ta me i kujtu ata, që kaq. Dikush thot, po s'ka udh, në rregull e dim që s'ka udh. Po a je me ta? Allah ka me të vetë, vallahi ka me të vetë, ka i kanë. A je di që s'ki udh, ka me të vetë, ka i kanë. Ka cëla anë i kanë. A më zvalli kanë ka anë kriminalit? A më zvalli kanë ka anë dorës agresore? Apo je kanë me musliman të dopt? Nuk jetohet për veti, nuk jetohet veç për shtëpinë tënde. E kanë ba unë e mirë në të kallët dunjaja. Jo vallahi s'mundet mu kall dunjaja pa u kall edhe ti. Se dhe ti e në dunja. S'mundet mu kall kujshia pa u kall edhe ti. S'ka mundësi mu kall ketë muslimant atje pa u kall edhe na. Pa andaj në të kallët pak ndërgjegja nëse s'do me të kallë Allahu subhanahu wa taala në zjarr xhenemit. Shikoni të ndëruar xhamat çka ti ndodh njerëzimit. Çka ta kuptojnë se na jena të i nis shenjat e kiametit. Dunjaja aty shku ka e mira ka e vrapa. Njerëzit thonë ka mu bë mirë, janë të na rrejt në përdit, kena me bë mirë na këto. Çka keni me bë mirë? Çka kanë me bë mirë? 6 miliard pabesimtar, 2 miliard musliman të deklaruar. 8 miliard dunja, 8 miliard dunja. Vdesin në sytë e botës me satelitat pa me kamera, vdesin 2 milion njerëz. Vdesin 2 milion njerëz. Dërkohë që pejgamberi alayhi salatu wassalam kurbanin që e ka therr ai për hir të Allahu xhelal, kurbanin ka thënë 13 ditë mos të mesemish se ka fukara. Apo ushqimet tona, pijet tona, harxhimet tona që i bëjmë ne, ndërkohë që njerëzit rrokën për lukse, e rrokën për vetura, e rrokën për kapitale, a ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam vuan vuajtje të më të mëdha që ka mundësi njerëzimi me i vujt. Andaj të ndëruar xhamat, le ta kthejmë pak njerëzillëk të vetët tona. Le ta kthejmë pak ndërgjegje në vetët tona. Mos jetojmë veç për veti. Nëse e dini fukara kushi, interesojë pak. Nëse e dini njëri s'ka, interesojë pak. Çka i than sahabët pejgamberit alayhi salatu wassalam? Thanë ja Rasulullah, këto muhaxhirt s'kan tu pas me hangër. S'kan shku muhaxhirt mi kallëzue. Nuk e kanë prit fukaraja me ardh të shtëpia, i nënshmu me i lik, e i përçmu me thon, o valla s'kam be, mos e prit çashtu. Sa zëngini pik kibri thot, po pse s'm ka kallëzuaj mua? Po pse me duhet ti me të kallëzuaj? Pse duhet ti me të kallëzuaj? Kush të ka dhënë ti buk? Allahu xhallahu ala. Atë kush e ka krijuar? Fukaraja nësa fukara nuk ka i lik. Ka fukara ndershëm, thot Allahu subhanahu wa taala për disa prej fukarave. Ka prej fukarave të cilët njerëzit që si njohin mendojnë zëngina. Ti a menon se çdo fukara të zgadorën? Po ka fukara që vdes me kënaqëri edhe sa zgadorën. Ama ti ku ka me të ftira që ki mundësi me ndihmua, s'ki ndihmua. Andaj si cili që ka mundësi me ndihmu vllahun e vet, le ta ndihmon. Si cili që ka mundësi me